Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Shikues të nderuar, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke ju lutur Allahu xhaleshanu që të jeni dhe të jemi të gjithë së bashku mirë nga ana Allahu xhaleshanu. Tema e sodit për të cilën mundohemi të flasim është tema me një emër të shkurtur, hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ne jemi mësuar të ndëgjojmë fjalën hadith në ligjëratat e xhallarëve, por edhe në shkrimet që shkruan në librat e shkruesve të ndryshëm, pa marrë parasysh qofshin ata që shkruajnë libra fetare, por ndonjëherë kemi që shkruajnë edhe libra të tjerë që janë ndoshta edhe kundërfes, por emri hadith përdoret. Ne sot do të mundohemi të sqarojmë këtë emër. Emri hadith për neve si musliman, besimtar të fesë islame, e ka vlerën shumë të madhe dhe pozicionin e tij aq të madh saqë ne me një fjali shumë të shkurtër do të mundohemi të i themi se hadithi është burimi i dytë i shariatit islam në mënyrë paralele apo të rënditur pas Kur'anit adhimushan. Ne islamin ton, fen ton e kemi në baza të shëndosha, i cili bazohet në Kur'anin famullar që Allahu xhaleshanu atë e ka zbritur, ndërsa neve kemi edhe argumentin tjetër përmes të cilit ne i argumentojmë çështjet tona me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Jemi mësuar të ndëgjojmë hadith, por ndoshta është një shumicë fatkeqësisht e muslimanëve që ndoshta nuk e din edhe esencën apo kuptimin. Unë do të mundohem në mënyrë të shkurtër, jo të gjatë dhe të stërgjatur, nga se derisa e kemi parasysh temë e madhe, terminologji e madhe, shkencë e madhe, ne në minuta të shkurtërta do të mundohemi të e bëjmë këtë sqarim. Hadithi, fillimisht, në aspektin etimologjik apo në aspektin gjuhësor, do të thotë lajm, apo fjalë, apo gjë e re. Dhe këto neve na i bëjnë me dije se kemi të bëjmë me diçka që është fjalë, ose është lajm, ose gjë e re, dhe konkretisht ne këtë e kuptojmë se është burimi i këtyre kuptimeve nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë, po kjo është në aspektin etimologjik. Në aspektin terminologjik gjuhësor është disi më e madhe dhe më e gjerë që ne të e kuptojmë paksa edhe më në mënyrë më detaje. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, çdo gjë që ka vepruar në jetën e tij, çdo herë që ka folur në jetën e tij me shokët dhe familje, dhe kësaj në fund i kanë dhënë një definicion i cili në gjuhën arabe thotë kullu ma udhife ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyya. Është definicion gjithëpërfshirës që në të ngarthen kuptimin e gjerë. Çdo gjë që buron apo i mbështetet pejgamberit alayhi salatu wasalam prej fjalëve të tija, thënieve konkretisht të tija, veprimeve të tija, pëlqimeve të tija apo miratimeve të tija dhe cilësitë e tija. Në këtë kontekst, na del në pah se hadithi qenë ka më i gjerë, pas ka fjalë, thënien nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, pas ka veprime që ai ka vepruar, po pas ka edhe miratime apo pëlqime që ai ka pëlqyer, po pas ka edhe cilësi në vete që janë fizionomike, tiparet e tija fizionomike që Allahu xhaleshanu e ka krijuar atë, por pas ka edhe cilësi të tjera që ai në jetën e tij i ka përdorur dhe këto ishin cilësi të tija, të veçanta. Tani ne do të kuptojmë në këtë formë. Pas me një ndarje të gjerë, hadithi nuk qenë ka thjesht hadith dhe ne e kuptojmë është hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka thënë ai jo, është më e gjerë. Hadithi ndahet tani. Kemi e hadith qaulije, e hadith fi'lije, e hadith taqririje, edhe sifatat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ndoshta këtu ne jemi duke thënë disa fjali apo shprehje në gjuhën arabe, mirë, po është esenca e këtyre dhe burimi i saj konkret. Çka janë hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam qaulije? Do të thonë qartë është hadithi qauli, hadithi i thënë, apo hadithi apo fjala e shprehur e pejgamberit alayhi salatu wasalam që ka thënë konkretisht innamal a'malu binniyat, veprat vlerësohen sipas qëllimeve, dhe kjo është thënie pejgamberike, do të thonë transmetuesit tani që na do të flasim pak më vonë edhe për transmetuesit kanë thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam
veprat vlerësohen sipas qëllimeve të tija. Dhe kjo fjali është hadith i thënë i shprehur nga pejgamberi alayhi salatu selam. Mirë po kemi raste të tilla tjera, veprimet e pejgamberit alayhi salatu selam. Cili veprim? Veprimi që ai e ka bë dhe ka thënë: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Faluni ju ashtu siç më keni parë mua duke u falur. Dhe kjo për ne vren hadith që pejgamberi alayhi salatu selam e ka bërë veprën dhe në veprën e tij e pranojmë se është hadith dhe burim i shariatit islam në këtë formë. Kemi pastaj edhe pëlqimet apo miratimet e tija. Pëlqimet dhe miratimet e pejgamberit alayhi salatu selam kanë qenë në këtë formë. Donjëherë kanë qenë me heshtje, ose donjëherë kanë qenë me miratim konkret, e ka miratuar apo e ka pëlqyer, duke ja shprehur ose me ndonjë lloj buzëqeshje, ose me ndonjë lloj shenjeje, përmes së cilës e ka kuptuar praktikuesi se veprën që e ka bë pejgamberi alayhi salatu selam e ka miratuar dhe e ka pëlqyer. Dhe ndodh donjëherë që nuk e ka bërë vetë pejgamberi alayhi salam, e ka bërë donjë shok i tij, sahabët, dhe kemi rastin konkret Bilal ibn Rabah, ai e bëri tradit për veten e tij, se herë që merrte abdes, i falte 2 rekate namaz, dhe pejgamberi alayhi salatu selam e pëlqeu veprën e Bilalit dhe pëlqimi i pejgamberit alayhi salatu selam veprën e tij bëhet apo konsiderohet për neve themel, bazë, burim që pejgamberi alayhi salatu selam e miratoi një vepër të sahabeve. Kemi shumë për të thënë, mirë po do të themi edhe një gjë që përmes këtij hadithit që është nga miratimi i pejgamberit alayhi salatu selam, do të nxjerrim edhe një mesazh për shikuesit tanë në përgjithësi dhe për besimtarët. Pejgamberi alayhi salatu selam në një moment prej momenteve që i përgatiste shokët e tij të shkojnë në një vend i quajtur tek fisi Beni Quraidha dhe ju tha: "E ju shokët e mi, jeni duke shkuar në këtë vend që unë paraprakisht ju informova për atë vend me emrin Beni Quraidha dhe ju tha: tani do të niseni dhe la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Beni Quraidha." Ju niseni dhe askush prej juve mos të fal namazin e kindis përposa në vendin e quajtur Beni Quraidha. Dhe shokët nisën rrugën për të shkuar atje, mirë po rruga donjëherë, njësi e kemi atë shprehjen tonë, donjëherë rruga nuk ka mas dhe nuk di se çka ndodh. Shokët duke shkuar tek fisi Beni Quraidha, tek ky vend i caktuar, që atje kishin paraprakisht lajm nga pejgamberi alayhi salatu wasallam se do të jenë të rreshtuar në një vend për përgatitje jo të vogël, për përgatitje ishte e madhe dhe përgatitje ishte edhe ushtarake. Mesazhi do të jetë këtu. Dhe shokët u ndanë në ndimendime. Disa prej tyre e falën namazin kur erdhi koha i kindis në rrugë ende pa arritur tek fisi Beni Quraidha. Ndërsa grupi i dytë thanë: "Jo, neve na ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam mos të falim namazin e kindis përposa tek fisi Beni Quraidha", dhe e lanë pa fal me një formulë e vanuan. Mirë po vepër ishte që nuk dinin, por të nderuar besimtar, të nderuar shikues, ne nuk duhet të jemi ata që e kemi pejgamberin alayhi salatu selam tani prezent dhe ai të na zgjidh problemet tona, e ne për një mos pajtim të shkurtër apo ndoshta edhe pa bazë ndonjëherë ne kacafitemi dhe kundërshtohemi, por ata përsëri shkuan rrugës bashkë deri tek fisi Beni Quraidha në vendin e caktuar paraprakisht që pejgamberi alayhi salatu selam i kishte thënë. Mirë po, 2 grupe tani. Tani ne kërkojmë miratimin e pejgamberit alayhi salatu selam. Tani ne kërkojmë që vepra e këtyre pëlqehet apo refuzohet. Dhe kur arritën atje, me njëherë e informuan pejgamberin alayhi salatu selam duke thënë: "Ja Rasulallah, kështu kemi vepruar." Një grup prej nesh e mbajti fjalën tënde, urdhrin tënd që ti na the neve që mos të falemi askund përposa tek fisi Beni Quraidha. Mirë po na kaloi koha, por ne e praktikuam urdhrin tënd. Disa të tjerë thanë: "Ja Rasulallah, ne prej teje kuptuam që të shpejtojmë dhe të arrijmë në fisi Beni Quraidha dhe atje të na arrijë neve namazi kindis." Mirë po kur e pam se u vonuam, nuk e lëm namazin. Ndoshta në shikim të parë duket se e kundërshtuam urdhrin tënd, por ne e praktikuam urdhrin e Allahut që të fal namazi kindis në kohën e caktuar. Pejgamberi alayhi salatu wasallam në këtë rast heshti që duke u dhënë edhe aty një buzëqeshje, dhe buzëqeshja e tij fillimisht ishte qetësi shpirtërore. Dhe kjo është e vërtetë për ne. Buzëqeshja, prezenca
Bukuria e pejgamberit alayhi salatu wasalam për neve është qetësi shpirtërore. Mirë, por në këtë rast edhe shprehu edhe me gojë. Tha laqad kilakuma laqad asabtuma sunna. Që dy grupet, që të dy, tha ju e keni qëlluar sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse ju keni praktikuar atë që unë ju kam thënë dhe ju e keni praktikuar atë që Allahu xhaleshanu ka thënë. Mirë, po, ky miratim ishte pëlqim, jo që neve sot të na ndodh e njëjta, por miratimi dhe pëlqimi pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili unë dua të nxjerr këtë mesazh nga ky veprim pejgamberik, vëllezër, motra, besimtar, njerëz, ne për konflikte të vogla përsëri duhet të bashkohemi në vendin e caktuar ku e kemi qëllimin, edhe nëse kundërshtohemi me ato kuptimet tona. Ata u kundërshtuan, por kur arritën në vendin e caktuar, u bashkuan në saf, u bashkuan në rresht dhe ishin të rreshtuar për të vepruar ashtu si ishte komanda e përgjithshme në atë kohë. Allahu xhaleshanuhu neve na i mundsov që kështu të jetojmë në hijen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Shpërngulja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve nga Mekka drejt Medinës, foleja e shpërnguljes për një kohë të shkurtër është shndruar edhe në folet të dijes dhe urtësisë. Për të mësuar obligimet e tyre fetare, njerëzit e pyesin vazhdimisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për çështjet e Kuranit dhe të Sunetit, kurse ai bënte përpjekje maksimale për të shuar etjen e sahabëve për dije dhe u përgjigjej një nga një të gjitha pyetjeve që i shtronin. Ne kur e kuptuam deri këtu, pejgamberi alayhi salatu wasalam, nga i cili boron për ne hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam me thënie, me veprimet e tija dhe me pëlqimet e tija, por kemi si definicion, ishte hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam krahas thënieve dhe veprimeve dhe pëlqimeve, edhe cilësit e tija. Cilësit apo të themi tiparet e tija fizionomike, si ishte ai, dhe tiparet e tija apo cilësit e moralit të tij të pejgamberit alayhi salatu wasalam, për të cilin ne në Kur'an kemi wa innaka la'ala khuluqin adhim. Allahu xhaleshanu ati tha, ti je në një moral të lartë dhe kuptohet tash morali i pejgamberit alayhi salatu wasalam në hadith që shprehet konkretisht tani nga gruaja e tij Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e pyetën si ishte tha morali i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ajo në mënyrë të shkurtër dhe të qartë dhe decide. Kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij ishte i tëri Kur'ani, apo disa e sqaruan ishte Kur'ani që ecte mbi tokë. Do të thotë çdo gjë që duhet dihet në Kur'an është e qartë dhe e kërkuar nga Allahu xhaleshanu, gjendeshte si cilësi apo karakteristikë e moralit të tij. Mirë po, këtu ne jemi të qartë sepse këtë karakteristikë që ne e marrmi për burim, morali i pejgamberit alayhi salatu wasalam, po kjo vlen për ne se ne të jemi ata që në jetën tonë të kemi model që ne ata të ndjekim. Mirë po, këtu nuk ndalet definicioni i cili thotë se po, tiparet e pejgamberit alayhi salatu wasalam në aspektin e tij të sjelljes së moralit, por edhe tiparet e tij fizionomike. Do të thotë sqaruan sahabët dhe ata që ishin afër, si dukeshte pejgamberi alayhi salatu wasalam në aspektin e krijimtarisë së Allahut ata që e fali. Konkretisht ne të themi ka shumë hadithe, por në fillim para lajmëruam se do të jemi pak më decid dhe më të shkurtër. Ummi Ma'bad al-Khuzaiye, ajo don të shpërshuan pejgamberin alayhi salatu wasalam me disa fjalë duke thënë ishte njeriu me 7 mesatar, do nuk ishte i gjatë, por as nuk ishte dhe i ulët. Ishte me shpatulla të gjëra, por tregonte pamjen. Thot, ai ishte syzi, syti kishte të zeza. Ai kur heshte, qëndrimi i tij dhe maturia e tij e shquante atë. Ai kur fliste, eleganca dhe bukuria e tij atë e frymëzonte sepse kishte një shkëlqim në fytyrën e tij. Prej së largu dukeshte se është njeriu më i bukur dhe më elegant. E kur afroheshte, më i bukur dhe më tërheqës. Ky ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Shikues të nderuar. Po, ky ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam që ne në jetën tonë kur e mendojmë Kur'anin, duhet të mendojmë Allahun. Kur e mendojmë hadithin, fjalë, kur e ndëgjojmë veshin jon hadith, duhet të dinë se bëhet fjalë për këtë pejgamber që Allahu xhaleshanu e bëri, edhe me këto tipare fizike që ai e krijoi, edhe me ato që të sjellës së tij. Ne
Nuk kemi mundësi tani të ndjekim pamjen e tij që Allahu ata e ka krijuar. Këtë duhet të jap edhe një sqarim apo një mesazh. Pse ky e ka gjithë këtë peshë? E kuptuam për sjelljet e tij se ne duhet të përcjellim dhe të ndjekim në jetën tonë të përditshme. Mirë, po për pamjet fizike do t'i japim disa sqarime të shkurtëra. Fillimisht, ne do të pasurohemi me dituri që kush ishte pejgamberi jon alayhi sallam dhe në cilën formë atë Allahu e krijoi. E dyta, do të jemi krenar se Allahu xhaleshanuhu e ka krijuar këtë pejgamber në formën më të kompletuar të fizionomisë së tij, se e krijoi në formën e mirë, që ne mos të themi nese apo mos të na thot dikush, ju e ndjekni pejgamberin tuaj i cili e ka këtë formë apo atë formë. Jo, na jemi krenar se Allahu pejgamberin tonë, njeriu më të zgjedhur për fen ton, e bëri në formën më të kompletuar që e ka krijuar Allahu xhaleshanu, pa të meta fizike. Ato që i kishte tiparet e sjelljes, atë i bëri, po ashtu edhe atë i ka bërë nga nga ana Allahut xhaleshanu, sepse ai asgjë nuk ka bë pa shpalljen e Allahut xhaleshanu. Pastaj kemi edhe një krenari, sepse edhe pejgamberët e hershëm, siç ishte Isa alayhis salam, Musa alayhis salam, edhe ata kishin cilësi të mira pejgamberike dhe ata paraprakisht paralajmëruan për pejgamberin ton alayhis salam se do të jetë i tillë dhe me këto cilësi. Domethënë ne kemi një zinxhir që ne kur i themi se fjalën kur e ndëgjojmë në hadith, menjëherë mendojmë zinxhiri e ardhjes deri te ne, qoftë hadithi, qoftë pamja, qoftë morali, qoftë sjellja, qoftë historia, kemi zinxhir. Domethënë paraprakisht edhe zinxhir nga pejgamberët e mëhershëm kemi për pejgamberin ton alayhi salatu selam. E ky është pejgamberi ynë që ne të jemi krenar me të. Qëndrimin e tij ndaj sahabëve, i dërguari i Allahut, e ka krahasuar me qëndrimin e një prindi zemërgjër ndaj fëmijëve të tij dhe ka urdhëruar: "Unë ju mësoj si një prind." Sahabët ishin të vetëdijshëm për vlerën e njohurive që merrnin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe përpasoj kanë treguar një përpjekje dhe një seriozitet maksimal për ruajtjen e tyre. Në një përcjellje është përshkruar qëndrimi i tyre nga vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ishin aq të kujdesshëm saqë sigur kishin zosh mbi kokat e tyre. Kuptojmë një gjë të qartë. Këtë që e folëm deri më tani, hadithi, thënjet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, veprimet e tija, miratimet e tija, cilësitë, tiparet e tija fizionomike, po ashtu edhe nga ana e pamjes të tij që Allahu xhaleshanu ka krijuar dhe sjelljet e tij që i kishte në jetën e tij. Në rregull. E gjithë kjo për ne është shkencë. Shkenca e cila ka një emër, ilmun yashtamilu ala aqwali nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa taqriratihi wa dabtiha wa tahrir alfadhiha. Tani del në shkenca e cila më vonë është evidentuar dhe është kodifikuar apo të themi është standardizuar, që është marrë me transmetimin e këtyre veprave të pejgamberit alayhi salatu selam, fjalëve të tij, pamjeve të tija, por edhe preciziteti dhe përpikmëria. Angazhim ka qenë i të gjithë njerëzve duke filluar nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam deri më sot, që ato të i analizojnë, ndoshta edhe të i korrigjojnë në momente të caktuara dhe del në shkenca e cila merret me këtë gjë. Shkencë po, sepse është hadithi i pejgamberit alayhi salatu selam në atë kuptimin e gjërave që e sqaruam, burim i jurisprudencës islame. Dhe kjo më vonë është kodifikuar edhe nëpër libra, është shënuar edhe nëpër koleksione, që ne sot e kemi të gatshëm, çdo gjë që ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam, çdo gjë që e ka bërë pejgamberi alayhi salatu selam, çdo gjë që e ka merituar pejgamberi alayhi salatu selam. Mirë po, sahabët, konkretisht shokët e pejgamberit alayhi salatu selam, e kanë dëgjuar në mënyrë të drejtë për drejtë që ka thënë goja e tij e pejgamberit alayhi salatu selam. Pastaj këto sahabe, këto shokët, për ne shokët që jetuan me pejgamberin alayhi salatu selam, u përcjellën të themi gjeneratës që vijonte, fëmijëve të tyre. Dhe fëmijët e tyre u përcjellën fëmijëve të tyre dhe ne e kuptojmë se është një gjenerat pas gjenerate që edhe ne sot jemi ata që këtë fjalë i kemi pranuar në mënyrë gojore. Mirë po, duhet të jemi të qartë. Sot ne kë e kemi ndëgjuar që e ka dëgjuar e ai tjetri e ka ndëgjuar pejgamberin alayhi salatu selam. Kjo shkencë është shumë e madhe,
pastaj edhe shumë precize sepse duhet të ketë baza, duhet të ketë kode, duhet të ketë norma përmes të cilave dikush e ka evidentuar. Sahabët kur e ndëgjuan pejgamberin alayhi salatu wasallam me vesh, do thonë duke thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam këto e kanë dëgjuar. Dhe kjo kuptohet se është ndëgjim i drejtë për drejtë. Pastaj ai që e ndëgjonte sahabën, edhe ai ishte ndëgjim i drejtë për drejtë. Vënduan kushte. Këtyre i themi transmetues që e transmetojnë fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, mirë po këto duhen të jenë me kushte paraprake. Kush mundet të ndëgjon? Kujt i lejohet të interpreton apo të transmeton atë që e kanë dëgjuar? Pastaj e kemi edhe një sqarim këtu që mund ta lidhim edhe me ditën e sottit. Tham se e kanë dëgjuar. Tham se e ka takuar, domethënë sahabiu e ka takuar pejgamberin alayhi salam dhe e kanë dëgjuar atë që e ka thënë dhe e ka përcjellë tek të tjerët. Ky ndëgjim sa ishte? Ky takim sa ishte? A ishte i pjesërisëm apo ishte i mjaftueshëm që ky të kuptohet dhe të analizohet me shkencën tonë të sotit? Transmetues që e meriton atë që e kanë dëgjuar të e transmeton tek gjenerata tjetër. Përndryshe, me një takim të thjesht nuk lejohet. Unë kam takuar filan dietarin, sot të themi. Ose dikush e thot unë e kam takuar filan gazetarin në një vend dhe e njoh dhe ja di edhe karakterin dhe ja di edhe historinë. Nuk mundet, sepse me një takim nuk mundet, apo vetëm me një dëgjim mund të thuash unë e kam takuar në një kohë të caktuar, e kam dëgjuar një fjalë prej tij apo prej asaj dhe këtë e interpretoj, ama duke u bazuar në një takim të shkurtër, në një dëgjim të pjesërisëm të fjalëve, nuk mund të pranohet që ne të themi se kjo është transmetues dhe nga ki lejohet gjithçka të ndëgjohet. Jo. Mirë po, jo rastisht pastaj vjen shprehja tjetër. Ilmun bi qawanin yu'rafu biha ahwalu as-sanad wal matn. Pastaj vjen një definicion që këtë e sqaron dhe e bën shumë të qartë. Tham paraprakisht, ishte shkencë që merreshte dhe ishte gjithë përfshirëse çdo gjë që bëronte nga pejgamberi alayhi salatu wasallam. Por tani është shkenca tjetër. Shkenca e cila merret me analizën e transmetimit në formë dhe transmetuesve në veçanti. Si ka qenë transmetimi, si kush kanë qenë transmetuesit, që të del në pa hadithi me emën. Ka sened dhe ka metën. Do me thënë tani, ne e kuptojmë se në ndëgjim të parë hadith. Hadithi pas ka zinxhir dhe pas ka tekst. Kush është zinxhiri? Zinxhiri i cili nga burimi fillestar, nga pejgamberi alayhi salatu wasalam bëhet një hallk. Pastaj hallka e dytë ata që ndëgjuan, ishin sahabët. Hallka e tretë ata që i ndëgjuan sahabët. Hallka e katërt dhe hallka e pestë dhe këtyre ne në shkencën tonë të hadithit i themi gjenerata e transmetuesve të hadithit nga burimi esencial. Kjo gjenerat, apo këto gjenerata që e transmetojnë nga transmetuesit paraprak, që nga pejgamberi alayhi salatu deri më sot, këto ne i emërojmë me emrin transmetues. Por është një shkencë shumë e rëndë në shkencën e hadithit, në brendin të saj, el jarh wa ta'dil, saqë kemi edhe të themi një intervenim nga të tjerët, si ju lejohet të bëni këtë. Cila është ajo, apo çka është kjo vepër? Ne kemi të drejtë të themi filani nuk lejohet, apo nga filani nuk pranohet transmetimi e fjalës e tij. Si ju po i lejohet të ofendoni njeriu? Jo, kjo nuk është ofendim, por kjo është drejt për së drejti një cilësim meritor që ne e mbrojmë hadithin e jo njeriu. Domethënë ne e shikojmë të mbrojmë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e jo njeriu që e merr emrin transmetues dhe don të lavdrohet me të apo don të punon diçka. Kemi një shkencë e cila tregon ofendimin apo u jep cilësitë transmetuesve meritore që këtij të i lejohet të transmetojnë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe kjo shkencë është shumë delikate sepse shkoqit gjithçka, shkoqit transmetuesin që tham ahwalu sanad, zinxhirin e transmetuesve, shkoqit në mënyrë të detajuar tekstin e hadithit që paraprakisht tham tahrirul alfaz, analiza e fjalëve. Paramendoni, analiza e fjalëve të hadithit është deri në atë nivel. Transmetuesi kur e kanë ndëgjuar vallë, e ndëgjoi duke thënë, duke shtrënguar shkronjën, apo e ndëgjoi duke zgjat zërin, apo e ndëgjoi duke thënë ashtu të thjesht, sepse të shtrëngohet një shkronjë në gjuhën arabe, apo të zgjatet zëri i një vendi në një fjalë të caktuar në fjali, ndron kuptimin. Transmetuesit janë analizuar në këtë formë.
si transmetues, por është analizuar edhe teksti i hadithit në këtë formë me qëllim të përgjithshëm që neve sot të jemi krenar. Çdo gjë që i themi sot hadith sahih, i vërtet të kuptojmë së bashku, vëllezër e motra besimtar të respektuar, se kur i themi në hadithit të pejgamberit alayhi salatu selam, hadith i vërtet, mos të kemi dert, se në të vërtet ka kaluar në përmes këtyre kanaleve, në përmes këtyre analizave, ai ka ardhur në formë të qartë dhe i kemi thënë në hadith i vërtet që ne thojmë sot. Hadith i vërtet, vetëm një hadith të themi të vërtet që gjithë dietarët e shkencës së hadith, por edhe të tjerë, askush skuzon edhe me intervenu, thot hadith sahih. Cila është hadithi sahih? Bunya al-islamu ala khams. I vërtet dhe s'ka më i vërtet se si do thot, s'kemi çka të i themi diçka tjetër në këtë hadith. Bunya al-islamu ala khams. Islami është i ndërtuar mbi 5 shtylla. Shtylla e parë, të jetë shahadeti, të falet namazi, të agjërohet Ramazani, të jepet zakat dhe të shkohet në haxh. Shtyllat e Islamit. Këtë fjalë nuk guzon askush të i kundërshton nga se është hadith sahih dhe nga ana tjetër edhe hadith mutawatir që ne nuk kemi të drejtë tani jo nuk kemi të drejtë në atë fras, po nuk kemi kohë, nuk na premton koha për me hinë në detajet e tyre për të sqaruar edhe llojet e haditheve në bazë të numrit të transmetuesve. Domethënë, është shkencë e cila neve na dallon nga fet tjera. Kjo pikë është neve që na dallon nga fe tjera. Asnjë fe nuk e ka këtë shkencë. Që të thotë, nga e keni marrë këtë? Disa thonë, e kemi dëgjuar, e kemi gjetur, na kanë thënë. Kush ju ka thënë? Ne në fen tonë, si Kur'anin, e kemi interpretuar, domethënë, me memorizim, e kanë memorizuar hafizat e Kur'anit, Allahu xhaleshani i ruajt ata dhe të gjithë muslimanë që mundohen këtë drejtim të ndihmojnë dhe të punojnë. Dhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam që për ta marrë emrin një njeri muhaddith, sikur që e merr emrin një njeri hafiz i Kur'anit, ai tjetër e merr muhaddith. Domethënë hafizi i Kur'anit është ai që i ka memorizuar gjitha ajetet në Kur'an. Por muhaddith edhe kjo është hafiz i haditheve. E kujt i lejohet të ketë këtë emër muhaddith? Paramendoni, kanë thënë ma la yaqillu an 100,000 hadith an yakuna hifdhan fi sadrihi. Thot më së paku të i din në kokë 100,000 hadithe, përmendesh pa asnjë gabim në bazë të shkencave paraprake që i përmendëm, duke analizuar shkronjët, duke analizuar shtrëngimin e shkronjave, duke analizuar zgjatjen e zërit dhe duke analizuar edhe transmetuesin e senet dhe metën, domethënë në zinxhir të transmetuesve dhe në tekstin e hadithit, dhe këto mos të jenë më pak se 100,000 hadithe dhe kitë e merr hafizi hadithit apo të i themi muhaddith. Si hafizi Kuranit dhe hafizi hadithëve, që këto dy grupe njerëzish neve na i kanë mbrojtur fen tonë dhe ne jemi krenar me ta dhe bëjmë dua që Allahu xhaleshanhu neve të na bën prej atyre që edhe i kuptojmë, edhe i përcjellin tek të tjerët, por edhe i praktikojmë në jetën tonë inshallah. Nuk ka dyshim se marrëdhëniet midis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve nuk ishin të kufizuara vetëm në xhami dhe te ligjërata në të. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte një person që jetonte midis tyre dhe në këtë mënyrë përcjellja e dijes së bëhej në shtëpi, rrugë, treg në udhime të tjerë. Me pak fjalë, në çdo mjedis shoqëror, përpasoj Medina u shndrua në qytetin më të madh të dijes së hapur që njeh historia. Disa nga sahabët, për të përvetësuar një uri nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë bërë kujdestari në ndjenjat dhe ligjëratat e tij. Sipas përcjelljes së Buhariut, Umeri radiallahu anhu, që jetonte 4 kilometra larg Medinas, kishte bërë marrëveshje me fëmijën e vet për shkak se i kishin shtëpitë larg xhamisë së pejgamberit, madje edhe për shkak të kryerjes së punave të kësaj bote, u morën vesh që të shkojnë një herë njëri e një herë tjetri për të marrë pjesë në bisedat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, një ditë shkonte Umeri radiallahu anhu në Medinë dhe ditën tjetër fëmijë i tij. Si rrjedhoi, ai që takoi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në mbrëmje, i transmetonte atë që kishte dëgjuar fëmijët e tij dhe kësaj pasuroheshin që të dy me dijen e marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sipas fjalive paraprake që i formuluam për hadithin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, shkenca e cila përmendem apo tham disa fjalë dhe dua të jem shumë korrekt në këtë drejtim,
janë fjalë të pakta që kemi folë mbi këtë shkencë, mbi ndarjen e haditheve, mbi shkencën në detaje të flitet mirë, po ne u munduam në fillim ashtu siç ju i paralajmëruam se do të jemi të shkurtër. Në nevojitet edhe kjo pikë për të cilën mendojmë se shkencë e hadithit, ku e ka burimin dhe kur e ka burimin. Normal kuptohet se derisa bëhet fjalë për një njeri që është në Medinë gjeografikisht, pejgamberi alayhi salatu wasalam, do të kuptojmë se kjo shkencë gjeografikisht e ka burimin Medinën në të cilën jetoi pejgamberi alayhi salatu wasalam, qyteti i Medinës së ndritur. Koha nuk është në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, për që të jetë kjo shkencë e kodifikuar apo e standardizuar, kjo më vonë është bë që paraprakisht vetëm edhe thamë se në bazë të këtyre rregullave që venduan dietarët e shkencës së hadithit, nuk janë sahabët dietarët e shkencës së hadithit, ato janë dietarë me njohuri, por nuk janë me epitete dietarë që ne të kthehemi apo të referohemi tek këto. Por ato gojarisht, do në mënyrë gojore, çdo gjë transmetuan nga pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ishin shumë preciz dhe të përpikt, çdo gjë që ai thoshte ata e ndëgjonin dhe mundohen t'u përcjellin të tjerëve. Ne konkludojmë në këtë formë. Shkenca e hadithit gjeografikisht burimin e ka në Medinën e ndritur dhe dietarët më vonë i thanë daru sunne, toka e sunetit. Elhamdulillah që është edhe e tillë dhe nuk mori dikush tjetër një epitet të tillë sikur që e mori Medinja e ndritur. Medinja në të cilën jetoi pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe në të vdiq dhe atje e ka dhe varrin. Allahu xhaleshanu na i mundsoft të gjithëve të vizitojmë edhe vendin, edhe varrin e tij, por edhe të na bashkon inshallah me të edhe në xhenet. Por këtu kemi fjalën për shkencë. Më vonë, kjo shkencë filloi të rritet dhe të shpërndahet. Kur i themi si shkencë, rregulla e të ndëgjuarit dhe rregulla e të transmetuarit të këtyre fjalëve. Filluan të ndëgjohen emra apo veprime që vinin njerëz nga Basra, vinin njerëz nga Shami dhe vinin njerëz më vonë edhe nga Egjipti që të shkojnë në Medinë dhe të i takojnë njerëzit që ata kanë dëgjuar, ata njerëz më të mëhershëm që ata e kishin dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe në këtë formë u bë apo të themi filloi të jetë një shpërndarje e kësaj njohurie jo e ditur paraprakisht. Dhe kështu ndodhi edhe sot e kemi të qartë, apo ne e kemi sot të gatuar atë formë që ata kishin përjetuar si vështirësi të udhëtimeve të tija. Vetëm një rast, po e tregoj në atë në mënyrë të shkurtër, kemi raste të historisë të këtij drejtimi të shumta. Jo sahabi, por njeri i cili kishte ndëgjuar më vonë se filani që e kanë dëgjuar këtë hadith nga filani, e ai filani e kanë dëgjuar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, e merr përgatitjen e tij të udhëtimit jo në formën tonë sot që jemi, por të asaj kohe të shkon prej Medinës në Sham të ndëgjon hadithin dhe të kthehet. Dhe kur arrin në vend thot, a je ti që e ke ndëgjuar këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam në këtë formë? Ai tha po, kështu e kështu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ai në formë të qartë, tamam u kry angazhimi, unë po kthehem, e pyet, gjithë këtë udhëtim e ke bërë për këtë? Thot, a nuk mjafton që unë të verifikoj fjalën që e ka thënë i dashur jon pejgamberi alayhi salatu wasalam? Dhe këtu nuk ka për të habitur. Këtu ka vetëm për të kënaqur, të jemi domethënë me përshpirtshmëri tonën, shpirti jon të jetë i qetë se ne e kemi këtë pejgamber. Mirë, po ai ka lënë edhe gjurma në shokët e tij. Dhe shokët e tij lanë gjurma në shokët tjerë në gjeneratat që i themi ne tabi'in, dhe tabi'inët e lanë edhe për këtë pikë që të jetë deri më sot ne shpirti jon don të verifikon atë që pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka thënë dhe ne sot e kemi të qartë. Pa të meta të jetë hadithi jon, të jetë hadithi që e ndëgjojmë nga pejgamberi alayhi salatu wasallam i sakt, i përpikt, pa gabime as në shkronjë, pa gabime as në kuptim, pa gabime as në interpretim, pa gabime as në transmetim, po inshallah pa gabime as në ndëgjim dhe praktikimin ton të sotit. Edhe një sqarim shumë të shkurtër dua të bëj. Kjo ishte çka folëm hadith. Mirë, po ne në fjalorin ton suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam flasim. Apo e thojmë, kështu është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Vallë, ku është dallimi? Hadith dhe sunet. Në esencë është i njëjtë. Në esencë është i njëjtë sepse suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam është ajo që thamë ne
hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë po, a ekziston një dallim? Është dallimi shumë i qartë, i prerë dhe i duhet që të e dim. Hadithi është dituri, dhe më shkencë e hadith është dituri, ndërsa suneti është praktik. Sot ne çka thojmë? Suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam çka është? Është feja jonë, me të cilën ne krenohemi dhe praktikojmë. A hadithi apo shkenca e hadithit çka është? Është disiplinë e cila merret me këto hadithe, me këto ardhje deri te ne sot. Mund të ndodhë sikur njeriu diçka të dije, por nuk e praktikon. Edhe mund të ketë edhe në historinë tonë njerëz që e din mirë shkencën e hadithit, e kanë ditë mirë shkencën e hadithit, kemi edhe libra të tilla, domthonë në libra të tilla që kanë shkruar, pak më herë tham se është shkencë e gjerë, është një libër e madhe, voluminoze, Sier Alamun Nubala, historia e transmetuesve. Në të ka histori të transmetuesve. Nga mesi këtyre transmetuesve thuhet, përmendet për një transmetues që e ka ditë mirë formën e transmetimit, por edhe nuk ka qenë praktikant i namazit. Domethënë, diturinë e ka, por fejen se ka. Ne të dallojmë, hadithi është dituri, shkenca e hadithit është dituri, suneti i pejgamberit alayhi salatu wasallam është fe. Ne jemi ata që duam të kemi fen ton, praktik të jetës tonë në bazë të diturive që i kemi mësuar dhe në bazë të kësaj shkence, dhe mos të kemi ndonjë keq kuptim apo ndonjë kuptim të mangët. Thuhet një dietar, me këtë po e përfundoj si mesazh për vete dhe për të gjithë që na ndëgjojnë dhe na përcjellin: Su'ul fahmi anillahi wa anir rasuli aslu kulli dalalati wa bid'ah. Keq kuptimi apo mos kuptimi i qartë i Allahut dhe i pejgamberit alayhi salatu wasallam është baza e çdo të keqe dhe çdo risie, dhe kjo është baza e kundërshtimit mes veti. Po ne mos të kemi atë që është e tillë, por të kemi të kundërtën, ne të jemi që mirë kuptohemi, të qartë, si në shkencë edhe në praktik, dhe qoftë praktika e jetës sonë, praktika e sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Allahu ju ruaj dhe na ruaj inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.